Mirëmëngjesi të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 21 prill. Dita e djeshme ishte dita e fundit e muajit të Ramazanit, muajit të sakrificës. Sot është dita e Fitr Bayramit dhe uroj të gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Fitr Bayramit. Allahu ja pas pranuar argjërimin, patit shëndet, harmoni dhe begati në familjet tuaja. Ndërkohë, ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Njëzet prill. Ngjarje 1519. Hernan Court, Arina Varkus. 1519. Hernan Court, Arina Varkus. Lindje 1792. Lindi Katerina e dytë, perandoreshe e Rusisë. 1864. Lindi Max Weber, jurist, sociolog dhe ekonomist gjerman. 1889. Lindi Paul Kerrer, kimist ruso-zvicerian. 1915. Lindi Anthony Quinn, aktor, piktor dhe shkrimtar i njohur meksikano-amerikan. 1926. Lindi Elizabeta II, mbretëresha e Britanisë së Madhe. 1930. Lindi Silvana Mangano, aktore italiane. 1981. Lindi Felipe Massa, pilot brazilian i Formula 1. Vdekje 1910. Vdiq Mark Twain, letrar amerikan. 1926. Vdiq John Maynard Keynes, ekonomist dhe matematikan anglez. 1999. Vdiq Isa Kastrati, dëshmor i kombit në luftën UÇK-s. Tani uftoj të ndiqni biografinë e Martin Camajt, i cili ishte një shkrimtar shqiptar dhe një albanolog i njohur. Ai lindi më 13 korrik të vitit 1925 në Temal të Dukagjinit, ishte i biri i Kolës dhe Terezës nga Shllaku dhe i treti ndër 7 fëmijë. Vendlindja e tij është në një vistegër, ku s'ka shkel kur ka Bajkalit. Kaq i thyeshëm është ky vend, sipas vet Martinit. Në vendlindje kaloi 10 vitet e para të jetës së tij. Nis të fitoi në mënyrë autodidakte njohuritë e para në shkrim e lexim, shqip dhe matematik. Në vitin 1935 vendoset përfundimisht në Shkodër dhe filloi dhe ndoqi arsimin në Kolegjin Saverian, ku kaloi dhe tuberkulozën. 5 vitet në vijim, ai ndoqi rregullisht gjimnazin, gjë që i dha të drejtën për të vjuar studimet në liceun klasik të kolegjit. Jati vdes pak vite pasi Martini ishte i vogël dhe u fut në kolegj. Studimet detyrohej të ndërpres në vitin e tretë, më pas në vitin 1946, pas mbylljes së instituteve fetare të Shkodrës. Themeloi në Prekal shkollën, ku veproi si një mësues i vetëm, deri në vitin 1948. Camaj merrte pjesë në rezistencën kundër partizanëve komunist me qetën e kapur. Vitin 1950 e gjen Martinin në Beograd, ku regjistrua në Universitetin e Kryeqytetit Jugosllav. Diplomohet pas 5 vitesh më 20 korrik të vitit 1955, duke dhënë provim diplome në degën e filologjisë romane me fusha kryesore gjuhë dhe letërsi italiane. Në qershor të vitit 1951, martohet me mësuesen Nina Bogdanović. Pas mbylljes së studimeve në Beograd,
Camaj përgatitet për formimin pas universitar në albanologji pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Sarajevës, i udhëhequr nga albanologu Henry Baric, kryetar i Institutit Albanolog në Sarajev, i ndihmuar nga Ernest Koliqi dhe profesorë të tjerë, regjistrohet në vitin e 3 studimor në Fakultetin Letërsisë dhe të Filozofisë. Në këtë universitet studion letërsi latine, italiane, filologji romane, slave, si dhe gjuhë dhe letërsi shqipe, ndërkohë pati rastin të ndjek leksione nga Giuseppe Ungareti dhe të njohë prej safër mbi poezinë e tij. Në mentoratin e Koliqit më 15 mars të vitit 1960, mbron me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Romës tezën e doktoraturës mbi mesharin e Gjon Bozukut, e cila u botua pona atë vit në revistën Shehzad. Që në vitin 1959, Koliqi i mundsoi të punojë si lektor pranë Universitetit në Rom, gjë që zgjati deri nga fundi i vitit 1960. Kërkimet akademike të Camajt u përqendruan në gjuhën shqipe dhe dialektet, në veçanti në gjuhën arbëreshe të Italisë Jugore. Në dhjetorin e vitit 1960 vendoset në Mynyt të Gjermanisë me një bursë 10 mujore të akorduar prej Fondacionit Gjerman. Camaj përzgjedh si vend studimi seminarin e gjuhësisë me synim që të përvetësonte metodat e studimit gjuhësor historiko-krahasues. Prej 1965 deri në vitin 1971, qenë vitet vendimtare prej konsolidimin e vatrës albanologjike, duke vështruar si fushë komplekse të kërkimit shkencor. Në vitin 1969 martohet me Erikën, me të cilën nuk pati fëmijë. Më 16 korrik merr emërimin si profesor jo ordinar në albanologji, ndërsa më 14 shtator të vitit 1978 emërohet ordinar me marrëdhënie punësimit të përhershëm. Veprat e tij janë të përfshira në të gjitha antologjitë dhe veprat ku flitet për shkrimtar shqiptar. Veprimtaria e tij letrare në harkun 40 vjeçar ka disa shkallë zhvillime. Ai nisi me poezinë, zhanër mbas të cilit i mbeti besnik gjithjetën, kurse gjatë viteve të fundit u përqendrua më shumë tek proza. Martin Camaj nisi veprimtarinë e tij poetike me 2 përmbledhjet e para që i botoi në Kosovë, Një fyll ndërmale dhe Kënga e Verinit. Vëllimi i parë me një varg klasik, Një fyll ndërmale, u botua në vitin 1953, ndërsa i dyti në vitin 1954 dhe u frymëzua nga banorët e zonave ku lindi, nga malsorët e veriut. Këto u ndoqën nga Djedha në vitin 1958 dhe Legjenda në vitin 1964, Lirika mes dy motove 1967 dhe disa poezi nga Kënga e Verinit, që u ribotua në poezi në vitet 1953 deri në 1967. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit mombin. Fruti mombin përmban shumë vlera ushqyese. Ai është një frut pa yndyrë, pa kolesterol dhe konsiderohet si një burim i mirë i vitaminës K, e cila ndihmon në shëndetin e duhur të kockave. Vitamina K jo vetëm që ndihmon në koagulimin e gjakut, por gjithashtu ndihmon në përmirësimin e kockave, duke i bërë ato të forta, duke ndihmuar kështu në parandalimin e kushteve të shëndetit të kockave si frakturat e kockave. Hulundimet tregojnë gjithashtu se frutat mombin përbëhen nga bakri që ruan kockat dhe indet e tjera lidhëse në sistemin e trupit dhe gjithashtu nevojiten për asimilimin e duhur të vitaminës C. Promovon forcën e muskujve. Tiamina është një nga vitaminat që mund të gjendet tek këto fruta. Ajo ka shumë funksione që kryen në trup. Një prej tyre është aftësia e saj për të ndihmuar në tkurjen e muskujve dhe përcjelljen e sinjaleve nervore. Mungesa e tij mund të çojë në simptoma të shumta si dobësi muskulore. Konsumimi i mjaftueshëm i këtij fruti mund të ndihmojë në eliminimin e mundësive të kësaj gjendjeje. I mirë për shëndetin e tretjes.
Mombin përbëhet nga sasi të mirë të fibrave dietike, të cilat luajnë një rol kyç në ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm tretës. Përmbajtja e fibrave ndihmon në përmirësimin e funksioneve të përgjithshme të shëndetit të tretjes dhe gjithashtu parandalon çdo formë problemi që mund të lindë si rezultat i tretjes së dobët. Përmirëson prodhimin e hemoglobinës. Mombin është një burim i mirë i mineraleve, si hekuri, i cili ndihmon në prodhimin e hemoglobinës dhe miglobinës, që ndihmon në transferimin e oksigjenit nëpër sistemet e trupit. Përmbajtja e hekurit në këto fruta ndihmon në përmirësimin e hemoglobinës, e cila është një protein që thith hekurin dhe lidh atë me oksigjenin e vendosur në gjak. Ajo gjithashtu ndihmon në përmirësimin e hekurit dhe proteinave, që njihet si miglobina. Hekuri është një mikronutrient. Hekuri është një mikronutrient jetik që është thelbësor për trupin dhe funksionin e shkëlqyeshëm në parandalimin e anemisë dhe sëmundjeve të tjera të gjakut. Shërben si diuretik dhe ftohës. Konsumimi i frutave mombin ose lëngut të tij mund të trajtojë disa gjendje shëndetësore. Roli në kontrollin e peshës. Fruti mombin përbëhet nga shumë fibra dietike, të cilat ndihmojnë në humbjen e peshës. Mban lëkurën e shëndetshme. Ky frut ndihmon në ruajtjen e shëndetit të mirë të lëkurës, flokëve dhe thonjve. Gjithashtu, duke qenë se përmban vitaminë C, ndihmon që lëkura juaj të jetë e shëndetshme, pasi vitamina C ndihmon në prodhimin e kolagjenit. Mbron nga sëmundjet e zemrës. Studiuesit kanë zbuluar se në mombin ka vlera të larta të antioksidantëve, të cilat janë mjaft të mira për zemrën. Ullumtimet kanë treguar se fruti mombin ndihmon në uljen e niveleve të përgjithshme të kolesterolit dhe se efekti i tyre antioksidant në shëndetin e zemrës është mjaft i madh. Trajtoni dizenterin. Gjethet dhe lëvorja e kësaj peme përbëhet nga disa flavonoide, saponin dhe tanin, të cilat janë shumë të dobishme për kurimin e dizenterisë dhe kollës. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar, për datën 21 prill 2026, do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe vranësira të dendura. Paraditja do të jetë me rreshje shiu pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mod të lagësht dhe intervale të shkurtra pa rreshje në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:45 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë: Shkodër 12 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 9 deri në 16 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 14 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 12 deri në 20 gradë Celsius, Elbasan 14 deri në 21 gradë Celsius, Berat 12 deri në 23 gradë Celsius, Korç 6 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 15 deri në 23 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 19 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 20 gradë Celsius. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 21 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me rreshje shiu të vazhdueshme dhe vranësira të dendura. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 5 deri në 9 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 10 gradë Celsius, Pej 6 deri në 11 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 6 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 10 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri në 10 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 10 gradë Celsius, Suharek 7 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 6 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.